E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin, t'ju a rikujtoj pak videot e mëhershme që kemi postuar. Do me thënë keni ekskluzivitetin të filmit të Luizit edhe të Kiarës që zbuluam emrin e filmit dhe keni ekskluzivitetin e Big Brother VIP Kosovës në dy videot e mëparshme. Tani do të ndalojmë pak tek Sara Gjordeni. Sara Gjordeni, një personazh shumë i dashur për publikun shqiptar, dytë më parë publikoi një datë në Instagramin e saj, një datë të 11 nëntor. Muaj më herët u përfol marrëdhënia e Sarës edhe Bardit, një marrëdhënie që kishte ngritur hamendësime, kishte ngritur dyshime, kishte ngritur pikpyetje, sikur çifti janë ndarë, sikur gjërat nuk shkojnë siç duhet. Por unë e dash versionin tim, që ishte verzioni i qelluar dhe i vërtet me atë që u përfol nga ana e Sara Gjordenit. Por Sara Gjordeni ka folur për datën 11 nëntor, në fakt na ka ngritur të gjithë kureshtjen përse Sara ka veçuar datën 11 nëntor. Mos vallë Sara do të na vi me një podcastin e saj në një kanal YouTube që do të bëj emisionin të ndjekur, të dashur dhe tepër të vlerësuar nga publiku, apo kemi të bëjmë me një diçka tjetër. 11 nëntori është dita ku Sara, si që duket, do të flet për gjërat e saj. Por sot na ka sill një fotografi të bukur. Unë do kisha dashur që të më shfaqet fotografia, do të thënë është shfaqur nga ana e regjis, e keni pas meje sepse kisha ekranin që nuk e shikoja. Do të thënë Sara dhe Bardi të përqafuar në krah të njëri tjetrit, që nënkupton që janë forca e njëri tjetrit, janë mbështetja e njëri tjetrit dhe pa marrë parasysh se si do të vijeta, se si do të shkojnë gjërat, se si do të rrjedhin gjërat, Sara dhe Bardi janë të lumtur bashk, janë pozitiv bashk dhe ka një energji të bukur pranë njëri tjetrit. Por çfarë konkretizon data 11? Data 11 konkretizon që Sara mund të jetë një promo të një spektakli gjigant siç është Big Brother, apo është duke publikuar Bardi një këngë dhe Sara është mbështetësja më e madhe e tij në rrugtimin e artit. Nga Sara dhe nga Bardi, nga rrugtimi i tyre që në Big Brother dhe deri më sot kemi arritur të kuptojmë që Sara është mbështetëse dhe Bardi është mbështetës kur të dy zemrat bashkohen dhe nisën kjo forca e madhe, kjo dashuria e madhe, kjo lumturia e madhe ndaj njëri tjetrit. Dua të marr mendimin tuaj. Çfarë prisni ju se do të ndodh më datën 11 nëntor?